Në pallatin e sportit Qazim Dervishi u zhvilluan finalet e volejbollit në kuadër të aktivitetit Shkodra Youth Cup, një kompeticion që mblodhi të rinj, nxënës dhe sportdashës në një atmosferë festive dhe plot energji sportive. Specialistja e sektorit të rinisë dhe sporteve në Bashkinë Shkodër, Loreta Qermeli, u shpreh se ky aktivitet i shërben aktivizimit të rinjve dhe promovimit të sportit si një mënyrë për t'i afruar ata më shumë me jetën komunitare dhe aktivitetet pozitive. Shkodra Youth Cup vjen për herë të parë, pra si një risi në qytetin e Shkodrës, ku kanë qenë të angazhuar plot 14 gjimnaze publike dhe private të qytetit të Shkodrës. Dhe mund të them me plot bindjen që ne kishim një objektiv shumë të qartë në momentin që filluam këtë edicion, që ishte të bashkonim të rinjt përmes sportit, por jo vetëm. Ajo çfarë bëri padyshim të veçantë këtë eksperiencë ishte edhe përfshirja e gjimnazeve nga njësitë administrative. Pra, jemi mësuar zakonisht që 2-3 gjimnaze ato që janë më në zë të jenë në qendër të çdo aktiviteti, por Shkodra Youth Cup ka qenë e çdo gjimnazi ku kemi parë një angazhim të jashtëzakonshëm nga gjithë këto gjimnaze dhe shumë prej tyre kanë arritur në fazën gjysmëfinale dhe tashmë edhe në finale. Finalet e vajzave dhe djemve u ndoqën me interes nga publiku, ndërsa organizatorët e konsiderojnë Shkodra Youth Cup një aktivitet të rëndësishëm për nxitjen e talenteve të reja dhe forcimin e kulturës sportive në qytet.